Atëherë, Ferdinand, jemi në sinën e verës. Sinën e verës. Mjep një panoramë përgjithshme, si jeni organizuar deri tani për Bashkinë e Lezhës në sektorin e mbrojtjes nga zjarri? Atëherë, shkurtimisht, Bashkia e Lezhës ka kapacitetet jo vetëm të burimeve njerëzore, por ka kapacitetet e duhura të mjeteve dhe të logjistikës për të përballuar të 4 stinet e sezonit, domethënë të vitit, por problemi më i madh, siç e thatë edhe ju, domethënë stina më e nxehtë, jo nga temperaturat, por më e nxehtë nga problematikat për ne që punojmë në këtë lloj shërbimi, është stina e verës. Dhe ne jemi të mirë organizuar tashmë, domethënë, jo vetëm me njerëz, por edhe me pjesë të tjera, domethënë që janë pjesë të strukturave të mbrojtjes nga zjarri, siç janë drejtoria e shërbimit pyjor, siç janë njësitë administrative, siç kemi grupet vullnetare, pra ne para kësaj stine, domethënë dikun nga muaji prill, ne kemi organizuar takime me 9 njësitë administrative që ka Bashkia e Lezhës, ku në këto takime kemi qenë me grup pune, kanë marrë pjesë rojtarët pyjor, veshguesit pyjor, kryetarët e njësive administrative dhe vullnetarët, njëkohësisht patjetër dhe kryepleqt.